ditë e Ramazanit. Kjo është pjesa e fundit e 2 minutësit të namazit të Daud Demakut, i cili ja fut kot kur e përmend Ramazanin. Ai nuk përmend fjalën agjerim, siyam, por e përmend Ramazanin, si do të qoftë, mund të themi se e ka pasur për agjerimin. Pra, kur jemi te Ramazani, ne kuptojmë se duhet të agjerojmë 30 ditë. Kemi fjalët saum dhe siyam. Fjala saum nuk e ka kuptimin e agjerimit, si që e kuptojnë shumica. Në fakt, saum është veprim shpirtëror. Në saum mundesh me hangër dhe me pi. Kemi ajetin kur Hazreti Meryemi urdhërohet: "Fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya." Ha dhe pi dhe mbushu me energji. Kur të shohësh ndonjë për njerëzve, thuaj: "Unë kam bërë një premtim për të hequr për hir të gjithë mëzheshmet Ar-Rahman, prandaj asnjë njeriu sot nuk do t'i flas." Ndërsa fjala siyam është veprim trupor të largohemi nga pijet, ushqimi dhe dëshirat seksuale. Është agjerim që kryhet gjatë ditës, pra kur ka diell pra, që me u larguar për pijeve dhe ushqimit. Dhe kjo nuk është e rastësishme, se agjerimi duhet të jetë gjatë ditës. Por ky agjerim që ne agjerojmë nuk e dobëson njeriun, siç thot mendimi pozitiv i Daud Demakut. Se gjithë Ramazanet organizmi është i dopt. Nuk është shihet sa duhet. Njerëzit janë dopt që ta fitojnë energji të mirë për jetë. Duhet më falë 33 herë me përdor që teknikë për morrjen e energjisë kozmike. Por kundrazi e bën më të fortë, as nuk e plagështon. Tu e kam fjalën për një njeri që është fit me kondicion. Pra është fit mendërisht, shpirtërisht dhe fizikisht. Janë 5 ajete në surën Al-Baqara që në detaje në flasin për agjerimin. Në fillim kemi ajetet 183 dhe 184 që në flasin në lidhje me siyamin, agjerimin. Ati ku janë të gjitha detajet e dispozitave për agjerimin, jo vetëm për muajin e Ramazanit, por për agjerimin si dispozit e librit të Allahut, kitab Allah. Pas ajetit të parë, ku flitet për agjerimin, kemi shprehjen e yaman ma'dudat. Ditët e caktuara. Kjo ma'dudat është shumës i fjalës ma'dude. Në lidhje me këtë e yaman ma'dudat dhe më shumë për dispozitat e agjerimin ndonjëherë tjetër. Tani për tani, ju që doni të mësoni, është mirë të përqendroni në këtë posterin tim në lidhje me agjerimet tjera të cilat bëjnë pjesë në këtë shprehje e yaman ma'dudat. Dërsa, ajeti i mesëm, 185, na tregon se siyami, agjerimi, është në muajin që quhet Ramazan, dhe në Ramazan ka zbritur Kurani. Në lidhje me Ramazanin dhe fjalën Ramazan ndonjëherë tjetër kuptohet kur të kem kohë. Dhe me njëherë pas ajetit 185 vjen ajeti 186 i Rashidal, i cili na tregon targetin e 30 ditëve të agjerimit në Ramazan. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dhe kur shërbëtorët e mi të pyesin për mua, unë jam afër, po thot Perëndia, i përgjigjem thirrjes kur thirrësi më thirr, le të më përgjigjen mua
dhe le të më besojnë mua, ndoshta udhëzohen me ra shinë ndalë. Pak janë ata besimtarë që mund të arrijnë në këtë pikë, por mëshira e Zotit është e madhe dhe prek secilin besimtar me një jetë pastër që agjërimin e bën për Zot, edhe pse shumica nuk ja din kuptimin final agjërimit, pasi që sektet e ndryshme të muslimanizmit ja kanë humbur kuptimin dhe marifetet e tyre të uniformuara, duke komercializuar për klasën sunduese, kastën e klerikëve dhe të politikanëve. Dërsa, ajeti 187 na flet për rregullat e agjërimit gjatë natës që jemi të lejuar për të pirë dhe për të ngrënë. Mirë po, agjërimi ka edhe aspektin individual për secilin besimtar, veç e veç tani. Se si shoqërie kemi komercializuar këtë muaj të dalluar, kjo nuk do të thotë se të gjithë besimtarët e asaj shoqërie janë fajtor për këtë gjendje. Kur jemi të agjërimi gjatë ditës, ajo që është e rëndësishme të mos harroni është kjo. Frymëmarrja dhe frymënxerrja kontrollohen nga një qendër në trun palce zotër, siç na mësojnë këto mjekë, e cila nuk vepron drejt për drejt në mushkëri, por në muskujt që marrin pjesë në procesin e frymëmarrjes. Dielli gjithashtu lëshon një lumë me dendësi të ulët të grimcave të ngarkuara, kryesisht elektronet dhe protonet, ashtu i quajnë ata. Unë i tham pluhur diellore, ose erë diellore. Frymëmarrja gjatë ditës, kur je agjërueshëm, është ilaçi më i mirë që largon djeg të gjitha thërmijat e grimcave të dëmshme në qelizat e juaja dhe pastron secilin organ të trupit, zonën abdominale, aty ku është truri, këto është truri i parë, këto është truri i dytë i njeriut. Nëse këtë zonën abdominale nuk do ta kemi në rregull, nuk do të funksionoj asgjë siç duhet në trup njeriut, pastaj kjo gjendje mund të ndikojë në zemër, në gjuhë dhe besa në mendje. Pra, agjërimi nuk e dobëson organizmin e njeriut, përkundrazi e përgatit për sfida të reja, njëjtë sikurse e përgatisin një sportist, ushtrimet e përditshme dhe ruajtja e ekuilibrit mizanit në peshë për meqin e radhës. Sikur të ishte e saktë këtë që thot Daud Demaku, do ta thoshin ekspertët e sportit dhe ushqimit. Në vitin 2009, grupi i punës i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, IOC, filloi të hetojë ndikimin e agjërimit në performancën sportive. Një ekip shkencëtarësh, i udhëhequr nga Ron Moffan, profesor i sportit dhe ushqimit të ushtrimeve në Universitetin Loughborough, analizoi me më shumë se 400 artikuj mbi agjërimin dhe sportin dhe pati publikuar gjetjet e tij në revistën britanike të mjekësisë sportive. Raporti është si vjen: agjërimi i kohëzgjatjes së shkurtër ose natyrës së ndërprerë ka pak ose as pak ndikim në shëndetin ose performancën e shumicës së sportistëve. Të gjithë kanë tendencën të supozojnë se performanca do të ndikohet nga agjërimi, por nuk ka asgjë të pazakontë për të garuar në sporte gjatë Ramazanit. Thot Moffan, shumica e njerëzve që agjërojnë për Ramazan, pavarësisht nëse ata janë atlet apo jo, kanë agjëruar për vite me radhë, ata dinë të përballojnë dhe sa larg mund të shkojnë trupat e tyre. Kështu që është krejtësisht e sigurt. Dhe në fund kësaj paraqitje kam vetëm një pyetje jo më shumë, për 170.000 ndjekësit e Daud Demakut në Facebook. Një gjë që nuk ekziston, a ban zhurmë. Egoizmi primitiv nuk e zbatojnë, dojnë me shqit mend, dojnë me shqit pollara, e jo me mora dije që ta përdorin praktikë se dija që nuk përdorin. Është ekziston, edhe zhurmë. Pra të nderuar motra e vëllezër shqiptar, vetëm po tregoj se çfarë thot Dhekri,
libri Mushafi, që ne e quajmë Kur'an, dhe mua, që jam në strehimin e Perëndis, nuk ka mund të më mashtroj paganizmi i Universitetit të El Azherit, do të më mashtroj mendimi pozitiv i Daud Demakut, i ndërtuar mbi kopjet e fesë së Bagdadit. Para se të ndahem nga kjo paraqitje, është mirë ta pyesim Daud Demakun, sa reflekton energji kozmike, plisi i bardhë në kokën time. Këtu ju them selam, si në fillim ashtu edhe në fund mbeqim së bashku në strehimin e Perëndis, duke marrë frim. Tokën e shtrije, si djepje dhe